Gazetari Berat Bushala i vërsulet Albatros Rexhait gjatë emisionit televiziv, debat i fort apo pjesë e një show, përplasja që ndezi studion. Dhe audiencën, mbrëmjen e djeshme, studioja televizive u shndërruan në arenë përballje mes gazetarit Berat Bushala dhe analistit Albatros Rexhaj, në një debat që kaloi shpejt nga analiza politike në tone personale dhe akuza të drejtpërdrejta. Tema e emisionit ishte e fokusuar në zhvillimet politike dhe diskursin publik, por përplasja mes dy figurave të njohura mori vëmendjen kryesore, duke e kthyer studion në qendër të debatit publik edhe jashtë ekranit, si nisi përplasja. Debati u tensionua. Pasi Rexhaj ngriti çështjen e rolit të mediave në polarizimin e diskursit publik. Media duhet të jetë kontrolluese e pushtetit, jo aktore e përfshirë emocionalisht në betejat politike, u shpreh ai. Kjo u interpretua nga Bushala si një aludim i drejtpërdrejt ndaj tij, duke çuar në një reagim të menjëhershëm. Mos e bëj debatin të përgjithshëm kur ke diçka konkrete për të thënë. Nëse ke kritik për mua, thuaj hapur. Nga ky moment, dialogu u kthye në përplasje të drejtpërdrejtë, debati përshkallëzohet, toni i diskutimit u rrit ndjeshëm kur Rexhaj foli për përgjegjësinë e figurave publike në përdorimin e gjuhës, kur përdoret ironia si armë. Ajo bëhet pjesë e konfliktit, jo analizës. Bushala reagoi, ironia është pjesë e gazetarisë kritike. Problemi nuk është ironia, por mungesa e tolerancës ndaj saj. Në këtë pikë, të dy filluan të flisnin njëkohësisht, duke krijuar një moment kaotik në studio. Moderatorja ndërhyri disa herë për të rikthyer qetësinë, pjesë nga debati. Bushala mos e paraqit veten si viktimë të medias. Debati është i hapur për të gjithë. Rexhaj, unë nuk jam viktimë. Por as media nuk është mbi çdo standard profesional. Bushala, atëherë le të flasim me fakte, jo me insinuata. Rexhaj, faktet janë se klima e debatit është bërë më agresive. Ishte debat i sinqert apo pjesë e një show televiziv,